Futbolli, noti, taekwondoja, boksi dhe padeli janë disiplinat e para sportive për Shqipërinë në lojrat mesjetare Taranto 2026. Kuqezit e Bushit të shtunën në mbrëmje do të jenë përballë Italisë, kjo në fazën e grupeve. Ndërkohë, në pishin Luna Diamati në 200 metra shpinë, më pas në tapet, Bajram Sina, Ardit Zeneli dhe Kevin Kupi, kjo në sinin Greko-Roman apo atë klasik. Ernest Merdana nis konkurimin e tij në taekwondo, sikurse edhe Alban Beqiri, Amar Koçi, Ariol Zeneli në boks, apo dhe çiftet e padelit, Fiora Alcuri, Martin Muedini, Kristian Naska dhe Alincio Seriani. Por cilat janë prishmëritë e Shqipërisë për medalje në këtë edicion të 20 të lojrave mesjetare? Sigurisht, vëmendja është tek Franco Burra e Markelio Mema në atletik, Islam Dudaev e Selim Kana Bagarov në mundje, Brikencali Arkan Qerima, Ertian Kofshe dhe Inkileta Carja në peshqritje. Por pa harruar të tjerë, të cilët janë kandidat potencial për medalje si Alban Beqiri në boks, Orges Arifi e Melos Gashi në karate, apo dhe Ernest Merdane në taekwondo. Kështu që Shqipëria është me pritshmëri të mëdha për medalje në lojrat mesjetare, të cilat do të vinë në mënyrë ekskluzive në rrjetin e radio televizionit shqiptar, duke nisur nga 21 gusht deri më 3 shtator.